Ndryshimet fiskale të cilat i ka bërë qeveria Mustafa, gjithsesi Ministria e Financave, ka gjasa shumë të mëdha që të ndikojë negativisht, duke rritur koston e jetës së qytetarëve dhe duke bërë atë më të papërballueshme. Ky është përfundimi që ka nxjerrë grupi për studime juridike dhe politike pas analizës që i kanë bërë reformës fiskale që ka bërë Ministri i Financave Avdullah Hoti. Arbresha Logja nga ky institut ka thënë se pritjet e proklamuara nga qeveria jo domosdoshmërisht janë arritur. Arsyetimet apo pritjet e proklamuara nga qeveria e Kosovës do të arrihen me këto ndryshime. Albana Rexha nga ky institut ka deklaruar se ndryshimet të TVSH-ja për uljen e produkteve dhe shërbimeve bazike, si dhe uljen e pragut të TVSH-s për biznese nuk do të kthehen në benefite, por do ta rëndojnë jetën e qytetarëve. Jo domosdoshmërisht do të ulin koston e jetës së qytetarëve apo do të përkthehen në benefite për qytetarët e Kosovës, por ka shumë gjasë të madhe që këto të ndikojnë në rritjen e kostos së jetës së qytetarëve, duke e bërë jetën e tyre edhe më të papërballueshme. Rexha ka paraqitur gjithashtu 4 skenare të rrezikut që sipas analizës së tyre dëmtojnë qytetarin e Kosovës. Ulja e TVSH-s për produktet bazike jo domosdoshmë do të reflektojnë në uljen e çmimeve, si dhe rritja e TVSH-s në 18% do të rrisë koston e jetesës. Ky grup ka dhënë gjithashtu edhe një varg sugjerimesh për qeverinë në mënyrë që të arrihen objektivat për të lehtësuar jetën e qytetarëve. Taksimi progresiv është njëri prej faktorëve potencial që sipas tyre do të arrijë objektivat e reformës fiskale dhe atë me kosto më të ulët.